kanë thonë dietarët, sikurse doktor Muhammed Nabulsi, këtë konceptin se njeriu është një numër ditësh, doktor Nabulsi e zbërthën në mënyrë shumë briljante, në mënyrë shumë të bukur, thot dita e kaluar për njeriu është një ditë e humbur, që i bie se nëse një ditë e cila iku kaloi, ti nuk ke pas mundësi të bën punë të mira, nuk ke pas mundësi ti përmbush qëllimet e tua, ajo konsiderohet një ditë e humbur. Dita e sodit është ajo dita e cila është ditë që dëshmon për ty, për të mirë, apo Allah na rujt për të kundërtën. Dita e nesërme është një pikpyetje, nga se dita e nesërme është ajo ditë e cila ti mund të takohesh me vdekjen, ndërsa dita e katërt është ajo dita e premtuar, e që dita e premtuar është dita e fundit dhe shkatrimi i kësaj bote, respektivisht dita e kiametit, ndërsa dita e pestë është ajo dita e cila nuk hargjohet dhe nuk përfundon asnjëherë, e këtu është fjala për ditët të cilat kanë të bëjnë me përjetësitë e ahiretit. Do të thotë, ne jetojmë në 5 ditë të veçanta, apo në 5 ditë të cilat janë periudha dhe epoka të veçanta gjatë jetës dhe rrugtimit tonë në jetën e kësaj bote. Dita e parë është dita e kaluar, do të thotë dita e kaluar po e quajmë është ditë e humbur, për faktin se nëse ne nuk kemi arrit me i përmbush ato që kemi pas për qëllim, apo nëse ne një ditë e cila ka kalu nuk kemi arrit të bëjmë vepra të mira, ajo është mundësi e humbur për ne. Prandaj quhet ditë e humbur. Dita e sodit në të cilën jemi, jetojmë, frymojmë dhe kemi shëndetin dhe mundësinë, është ditë e ardhur për ne, është ditë e cila do të dëshmon për ne apo Allah na ruaj kundër neve. Dita e nesërme është pikpyetje, nga se e nesërmja është vdekja, ndërsa dita e katërt është ajo dita të cilën Allahu na ka premtuar që do të vjen, e që është dita e fundit, është dita e gjykimit, është fundi i botës, dhe dita e pestë është dita e vërtetë e cila nuk hargjohet asnjëherë, është ahireti. Është atë që Allahu te baraka ve taala neve do të na ballafaqon me dëbamat tona. Kështu ulemaja dhe dietarët e kanë kuptuar raportin me jetën tonë dhe me afatin e caktuar e që Kurani e quan e gjeli. Në fund, Allahu dhul Gjelal e përfundon ajetin e dytë me fjalin thumma antum tamtarun, dhe ju pas gjithë këtyre vazhdoni prap të keni dilema dhe të shpërfaqni dyshimet dhe hamendësimet tuaja.